vallahi. Spektator të nderuar, e ju, telespektator të nderuar, kudo që jeni, në Medvegjë, në Preshevë, në Bujanovë, në Kumanov, në Shkup, në Prapashtic, në diaspor, aty ku i thonë bukës buk, pasulit pasul, speqit speq, mirë se erdhet në emisionin më të shiquar Odeon! Po ku e gjete, bashkë mu do në me ma marë punën, ku morë rolin tem, pëse s'pe mërët një femrës?
Merre për shembull, hajt merre të shkurtës të rronjet tona, pse rolin të mbash? A jam mirë vaj? Mirë. Qysh po dokna? Mirë. Telespektator të nderuar, kudo që jeni, mirë se erdhët në emisionin o rënjët tona. Po? Ne sot kemi ftuar një musafir, një rapsod, shumë të respektuar, që vjen nga trevat tona shqiptare. Mirë se erdhe zotri. Shkurtë bre. Është një emision shumë i mrekullueshëm edhe shumë i shikueshëm. E sidomos ti që udhëheq e që ja ki onën, së bash o kon emision i qëllum për ty e shkurte. Se ti je legjend e kongës folklorike, ti edhe Shyrete Bejuli. Pra, zotri i nderuar, çfarë na keni sjellur sonte për emisionin tonë rënjët tona? Lulliza i fosha, lulliza i mavale, mare bokorina karon dënja, komje kona, në kamar mali, asyte mi janë mosh me vaj. Po shkurte? Ju falemderit zotri për këto emocione të bukra që na sollet në emisionin shumë të shikuar Oksigjen. Zoti më vrap gabova. Në ndërqofsha gjë naem. Po kush jeti tash? Ka ndrove zonin kështu? Qish më dhe nuk pejden kush jam, a fola me ty pare 2-3 ditë në telefon? Më fal. Ti je ajo këngëtarja Gjezidja, po? Ma ka dole bre, me ka dole se kum druje amnin, prisi kum fillu karierën. Më falë të lutëm, po nuk... Ti edhe zonin e pas ke ndryshu? Jessica, po normal. Jessica! Jessica! Po normal që duhet me ndru edhe zonin, kur je para kamera, duhet mu tripuvat. Mo, qka më bo? Me hin tripa, more? A me hin tripa? Kur zdit edhe ti haqina e mu tripuvat. E qka pi zgat këto buzë kështu? Po mu dok ma seksi, mu rita shkomtare. Qa po më dhem që koma djot. Koma? Qa po dhem koma? Po e ku më bua një spot. Edhe? E të të një aji regjisori, të pëdin puna regjisorve ata po lypin shumë. Edhe? Tanim sa me quqit kom, sa ma nalë që shto. Pas ka marrë qa. Po duhet me dal spoti sa ma i mirë, normal. Edhe këtë tjetërën e kum qu, po këto ma pak. A këto ma pak. Po mirë. Mirë. Atëherë e dashur Jessica, kush ju ka ndihmuar më shumë ti në ndërtimin e karrierës tuaj? Une i falenderoj shumë muamit, edhe babit, edhe zotit që ma kanë dhënë qitë sen. Se pa qitë sen, s'kisha mujtë me shku për para. E qka është taj sen? Zonin, o zot sa i ronë.
Së më këtë buaj heq. Oj ti ta mi hiri, moj? Shpo munish me mi buajt këto, ha? Valla, tash i Jessica, qfar dushti, se s'kemi kohë na mu marra me të bajt, a mus me të bajt ty, se kemi probleme me Mitrovicën. Mori naim. Orna, da, dragic. Ju shqiptari hiç po dini politika. Krejt budallica jini. Jo, valla, po dim edhe politik të madhe, bile. A qësh po dini politika? Na po dim politik shumë të mirë. A din prej vaktit kur u kanë Miloševiqi, teri që tashti na po punojna për miren e juaj. Jalla keni punue, edhe na keni nimue. A ju s'po merr një vesh politika, bre? Se s'po marrin vesh na, qka po lëpju, qka po do një? Se shka po dojna na. A ka folaj presidenti jonë, president nash. Po? Ka thonë, une po du me fol me Tiranën për Kosovën. Jo, s'ka me Tiranën, me Prishtinën, me qeverinë e Kosovës. A thash që jeni budalica ju shqiptarë, s'po dini politika. Pse? Po, a di që po dojna na? Qka po do një ju? Na po dojna me marrë Srpska Republika u Bosnu. Po? Po edhe ma mirë për juve, bre, budalit. Pse për neve ma mirë? Qish ma mirë, qush s'është ma mirë? Se ju masanej po merë një Medvegja, Presheva, Shkupi, Shupnia, krejt po bëni një dërgjava i male. Për që to dhe se ki kesh, po te ki për veti, adin kështu. Performance bukur, Dada Zethane. Për namë. Dada Zethane, tregom drejt, kështu. A mendon ti kushin ma të menqur? Burat a gratë? Je burat janë ma të menqur. Po dhe unë menoj që burat janë ma të menqur. A di pse i dad? Pse janë burat ma të menqur? Se gjithë natën gratë ju kalzojnë qka me full nisrit. Ma dhe tjena e. A përshë vetit gjyshe sari lavë. Jo, unë jam shumë mirë. Shumë mirë? Gjithë natën kjetë ka mësu që ka me full t'i sëdë. Naim, da është ta me dvejt bedadi shka? Po, urda. A për ta këqyrë nanën kemi rria se ka gjahungën për pjetë ka. S'ka qare? S'ka qare pëse shka pi banë? Jella, këto s'muj me t'kallëzu. A bedad kallëzan. Ani me së më kallëzan mu, po mësëmi që ta djemë të mi. Pse po, sa djemi kiti? 3 da, 2 kam Gjermanie dhe 1 të shpia. Po, a? Po. A ken veres këta të Gjermanisë hiç këtu? Po, ken këta Gjermanisë veres, po sanë së në banën i dadë. Pse? Veç 5 darë, s'ma syneti, 1 met pa banë. O këthyn tani me dadën, se ju hargjun paret aty. Mirë, po këtë që met pa ba, hajtë se banë vitin arshëm, që ka problem? O, me i dadë me pritejnë mata i rritet me trëpe me tana. Atere, qështë u këthyn? A shkuna? O këthyn ko qyshe dadë, pas një pare në gjep. O doft me u dhanun e pare për benzine me shkue, me qatë pinzit vogël më zvet. Me benzin tone? Pare dahe, ha. A po del penzia, po hjek shumë ti? Po qysh mërë najem, shka e kam një vla Shabani, na i pinzin e vogël, kur qysh si ka punt. O kanë qivirimu, anë kue, ka thanë që një bër një manëm di shkadin. Po, që i kanë thonë ata? Shka i kanë thanë. O këthy Shabani, the Shabani vla ta rretën. Thas një santin.
E ka pas fjallën as një cent. Po që si të parit kuqet vogla që janë. Paret kuqet vogla. Edhe që për të tërë që në. Po, e me këtë djalin këtu që e ke në Kosovë, qysh po kalon? Po, këtë djalin e krev shkëdhen për milet, se i dadë. Edhe? Edhe i dadë, edhe kur për kryin shkëdhen ta që pi jekin kapuqat, pi gjurë kështë. Tani gjëjtë një hekën kë, jeb zërë s'ka. A ka një shlush, një kremal, si bastan. Po, edhe? Tash u ba me zvetën e jem tash. O ba si s'kra o djali. Pse? Qysh bedade pse për rrugat e vogla, shka me ba a Turqia dhe ma ka një gruet shtirë gjarë. Mos. Oh. Pse as po të ndihmon ajo, s'po të shiqon? Pa i dadi shku dje, më ma fshi subën. Edhe ma kish hangër së gjukin. Po qërë në sopë. E pse, ku e manë së gjukën ti? Pa nërje stegë brezdatë të të një. Po, se nërja stek? Pa se ku majtë brenajnë për para, pa pesim ka degë burri. Pse? Po qëna natën për ka shëj, ka pak sa me hekë mërzinë. E falenderojmë të gjithë me shumë duar trokitje, artistën e madhe Zyra Pete Gjasin. Zyre! Trokitje, ecim së bashku me marketing.